Mjeku Ilir Shani, i cili kreu ndërhyrjen tek 54 vjeçarja që ndëroi jetë në një spital privat në Durrës, ka reaguar pas ngjarjes. Ai shprehet se operacioni shkoi mirë, parametrat e saj ishin normale dhe të monitoruara nga stafi mjekësor, por gruaja pësoi arrest kardiak mëngjesin e ditës tjetër. E kuptojmë dhe ndjejmë dhimbjen e familjes dhe jemi të gatshëm të ofrojmë bashkëpunimin e plot me organet përkatëse, të cilat do të hedhin dritë mbi çdo aspekt të kësaj ngjarje, shkruan ai në fund të reagimit. Në reagimin e plot të mjekut thuhet: në vijim të ngjarjes së rëndë që ndodhi para 2 ditësh në ambientet e spitalit ton, ndjej për detyrë morale dhe profesionale të paraqes një sqarim mbi pozicionin ton si institucion shtetëror dhe timin personalisht si mjek përgjegjës. Së pari në emër të stafit mjekësor dhe në emrin tim personal, i shpreh ngushëllimet familjarisht më të sinqerta familjes së të ndjerës. VG, kjo humbje është thellësisht e dhimbshme për të gjithë ne, pasi e ndjera ishte jo vetëm paciente, por edhe një e njohur e afërt e jona, për të cilën ushqenim respekt të veçantë. Ndajmë dhimbjen dhe qëndrojmë pranë familjarëve në këtë moment të vështirë. Si mjek përgjegjës, ndjej detyrimin të sqaroj rrethanat e kësaj ngjarje të trisht, duke udhëhequr nga parimi i transparencës ndaj familjarëve dhe qytetarëve. Pacient jam iniciale VG, ju nënshtrua ndërhyrjes kirurgjikale të ngushtimit të stomakut, më datë 25/2025. Operacioni përfundoi normalisht dhe pacientja u transferua në pavion në gjendje të mirë. Gjatë orëve në vijim, gjendja e saj u monitorua vazhdimisht dhe parametrat jetësore rezultonin brenda normave. Pacientja ishte aktive, lëvizte, komunikonte, nuk ishte asnjë shqetësim. Fatkeqësisht, në të gdhir të datës 21, pacientja pësoi një arrest kardiak të menjëhershëm, pasojë një infarkti akut masiv dhe ndëroi jetë brenda pak minutash. Megjithëse ndihma mjekësore u ofrua menjëherë, goditja rezultoi fatale dhe përpjekjet për ta rikthyer në jetë nuk patën sukses. Në emër të vetes dhe të gjithë stafit që ka qenë i përfshirë në trajtimin e pacientes, shpreh keqardhjen më të thellë për këtë humbje. E kuptojmë dhe ndjejmë dhimbjen e familjes dhe jemi të gatshëm të ofrojmë bashkëpunimin e plot me organet përkatëse, të cilat do të hedhin dritë mbi çdo aspekt të kësaj ngjarjeje. Me respekt dhe për ulësi para dhimbjes së familjes, Ilir Shani. Ngjarja e rëndë është regjistruar në qytetin e Durrësit, ku një grua 54 vjeçare ka humbur jetën pas një ndërhyrje kirurgjikale për ngushtimin e stomakut në një klinikë private pranë spitalit të Durrësit. Viktima është Valbona Xhazeino, banuese në Durrës. Me akuzën e neglizhencës në trajtimin mjekësor, ka nisur procedimi penal në gjendje të lirë ndaj mjekut kirurg Ilir Shani. Ai po hetohet lidhur me rrethanat që çuan në humbjen e jetës së pacientes pas operacionit. Sipas legjislacionit penal shqiptar, në rastet kur neglizhenca mjekësore shkakton vdekjen e një personi, parashikohet dënim me burgim deri në 2 vite. Denoncimi për rastin në fjalë u bë nga familjarët e viktimës, ndërsa po vijojnë hetimet e prokurorisë së Durrësit për të sqaruar plotësisht rrethanat e vdekjes. Top Channel mëson se pacientja kishte edhe probleme kardiake, por nuk dihet nëse kjo është marrë parasysh para futjes së saj në sallën e operacionit.